Shqipëria përgjatë vitit 2011 është vizituar nga 4.011.000 turistë. Kjo shifër, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, sipas ministrit të turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve Aldo Bumçi, ka pësuar një rritje prej 18%. Kjo është një arritje për Shqipërinë, sipas Bumçit, pasi shumë vende janë përfshirë nga kriza ekonomike. Kjo është një rritje mbreslënse, domethënse nëse marrim parasysh edhe viti ku ka ndodhur. Kemi një situatë ekonomike botërore e cila nuk mbështet dhe nxit turizmin. Por pavarësisht numrit të turistëve, ministri pranon se terreni për të pritur, sidomos turistët elitar, nuk është i favorshëm. Një nga faktet që Bumçi pranon është planifikimi i territorit dhe mungesa e hoteleve me shumë yje. Çfarë i mungojnë? Këtij sektori janë hotelet me shumë yje, rezortet e mëdha. Këto kërkojnë investues me provojë, investues që kanë kapitale. Nuk ka zhvillim turizmit pa një planifikim të saktë, të qartë të territorit. Disa nga objektivat që MTKRS ka për këtë vit është edhe 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, ku sipas ministrit do t'i jepet përparësi krijimtarisë kombëtare. Thelbi i këtyre kremtimeve është krijimtaria jonë kombëtare. Krijimtaria jonë kombëtare, fondi jonë i artë në të gjitha fushat, në të gjitha gjinit, do jetë thelbi i festimeve, patjetër që do ketë aktivitete në të gjithë trevat shqiptare. Një tjetër objektiv për 2012 është edhe trashëgimia kulturore dhe shpirtërore e Shqipërisë, ku ministri Bumçi kërkon më shumë angazhim nga pushteti lokal.